Me mbështetjen e mërgjimtarëve të fshatit Serbisë, para 5 vitesh u ndërtua objekti Kulla e mërgjimtarëve, shumë afër rrugës që të shpije për në fshatin Novosel. Në hapësirat e brendshme të këtij objekti ndodhet kuzhina dhe oda e pritjes dhe mobilje komode dhe të përshtatshme për takime apo organizime festive. Është investuar edhe në ambientet e jashtme të objektit dhe në hapjen e rrugës deri te rruga e asfaltuar që lidh fshatrat Serbisë dhe Novosel. Me kontribute vullnetare është të zgjidhur edhe çështja e furnizimit me ujë të pishëm dhe shumë cilësor që vjen nga fshati Novosel. Prej kur është ndërtuar ky objekt? Ka në 4 vjet pejes. Kush e ka mbështet këtë? Këtë e ka mbështet fshatarët, gurbeqarët. Kush e shfrytëzon? Këtë e shfrytëzon katunarët, shoqëria, gurbeqarët, shokët, gjithë. Vini shpesh këtu? Po, vim, secën ditë, secën 2 ditë, secën javë, sekondra, jemi shok tërmohemi. Është i hapur për gjithë? Po, mundën të vinë, si e gjonë të pastër, ashtu do të alohen. Dy iniciatorët për ndërtimin e këtij objekti, Beqir Beshiri dhe Hajdar Ballazhi, u shprehën mirënjohje të gjithë mërgjimtarëve që dhanë kontributin e tyre në ndërtimin e këtij objekti, i cili është i hapur jo vetëm për banorët vendor, mërgjimtarët e këtij fshati apo gjuetarët, por edhe të tjerët që duan të shijojnë ajrin e pastër dhe bukuritë natyrore që e rrethojnë objektin. Dera është e hapur për të gjithë, shprehen ata, por vizitorët duhet të kujdesen vetëm për pastërtinë brenda dhe jashtë objektit. Si lindi ideja për ndërtimin e këtij objekti? Ideja lindi për hir gurbeqarëve, vendosën të bëjmë një konok, një shtëpi të përbashkët, edhe ç'kjo. Kush e financon? Gurbeqarët. Iniciativa e gjithë gurbeqarëve me emrin Lulzim i Merit. Iniciatori nr. 1 ka qenë Lulzim i Meri. Po tani shfrytëzohet nga të gjithë? Shfrytëzohet nga gjithë kanë drejt vijë, kanë kontribuar, kanë kontribuar, kanë dëshirë, disponim kur duan të shfrytëzojnë. Frekuentohet shpesh ky objekt? Po. Mblidheni? Mblidhemi gati çdo 2 ditë, 3 ditë. Sidomos kur vinë gurbeqarët? Gurbeqarët gati 24 sata në disponim. Vinkendica ka njerëz, ka gurbeqar, angje, darka, pije. Janë të misë ardhur se cili prej ku fshatit jetë ka bojrum me se vinë, hapët është dera për herë. Pa kushte? Pa kushte, pa kurinsen. E kanë qelsin, e kanë kushtet mrena kretë, mundën të hanë, të pinë, të rrinë, të hecin në përmollë, në përbjesh, si pengon njeri i këto. Për vlerat e këtij ambienti, mikpritjen dhe zemërgjësinë e kastriotasve, flet edhe Shefki Emini, i cili u shpreh mirënjohje të gjithë atyre që u angazhuan për ndërtimin e kësaj shtëpize, e cila do të jetë në funksion të afërsisë dhe shoqërimit për të gjitha shtresat e njerëzve që duan të shijojnë ujin e ftohtë, ajrin e pastër dhe bukuritë natyrore të këtyre hapësirave. Është objekti pa njetë, pa gjoj, e kanë rregullau, e kanë bërë që jo vetëm për të Serbicës, jo vetëm për mërgjimtarët, po është për gjithë shoqërinë, piku do qoftë. Zoti unë i maftë ta xhanojnë e mua, është një projekt që rrallë të bëhet në për këta fshatrat jonë, se kemi hop rinin, kemi hop kreta më prapë, këta janë lumtë. Shfrytëzohet nga të gjithë? Po. Pa marrë parasysh, a jepi Serbica, a jepi Shutove, piku do qoftë. Shfrytëzohet për të gjithë. Me ndihmën e gurbeqarëve, e kanë mbraj këtë sukses, e në inshallah da nefim gurbeqarët, e në ne këto që jemi, të nefim që ta majmë këtë, jo për 1 vjet, për 2 vjet, po ta majmë me breza.